kryesisht u thoni dhe emigroni, në fakt merrni azil politik në për mërgat, atje organizoheni, atje merrni pjesë në demonstrata. Para kësaj duhet ta potencojmë faktin çfarë bëri një farë bashkimi më të madh të lëvizjes popullore të Kosovës, ajo ishte vrasja e Jusuf Gërvallës dhe Bardhosh Gërvallës dhe Kadri Zekës, që solli një përbashkim tuaj në një aktivitet të bujshëm, por UDBA nuk ju la, edhe sidomos ata cilët e përcjellën emigracion nuk ju la rahat për arsye se vazhdimisht organizonte atentate ndaj juve, por edhe përcjellte pjesën më të madhe të udhëheqjes së lëvizjes popullore të Kosovës. Si ka qenë ky ballafaqim në pjesën e emigrimit? Unë du të them që unë nuk kam emigru, unë jam arratis në Jugoslavia, dhe unë jam arratis në kushtet kur ka pas urdhën në më vrau. Jam arratis pas qëndrimit tim në ilegalitet që më kanë majtë familjet që s'më kanë njoft fare. Para se me një pjesë e madhe familje ku kam qëndru, në Lap, në Prishtinë, në Soarek, në Sopi, në Mushtisht, në Prizren, në Pej, më kanë njoft, por në to venët, 90% s'kan ditë asë që kam emrin asë kush jam. Por, organizata atëherë që e kem pas, më ka marrë në trajtim, më kanë qunë një vend, kom në e desa, më kanë thonë tash duhet me nërru vend. Këtu doli Novka për herë të parë Zeka? 84. 84. Pse Zeka? Po, kur jam antarësu atëherë mas daljes nga burgu në